Live from Tirana. Live from Tirana. Dhe rikthehemi këtë herë me një të ftuar, Jacqueline Legatari, sepse sa herë që flasim për tema që janë pak të guximshme, zgjidhja e parë që të vjen në mendje është Jacqueline pa diskutim. Jacqueline, mirë se erdhe. Si nisi dita për ty sot? Mirë, nisi shumë mirë përpos trafikut që Kur po komunikonim me Jacqueline, tha jam në një super trafik dhe inshallah po ja dal, por që ja ku ja dole. ja dola tamam sa hera çova mesazhin Dhe e sot dola. flasim për shihet e horoskopit edhe se si ndikojnë ato tek marrëdhëniet seksuale që kemi. Ti ke një blog pikërisht për këtë gjë. Sa mendon se ndikojnë shihet e horoskopit? Në fakt, kur e mora vesh se për çfarë ishte tema, dhe fillova duke menduar edhe duke hulumtuar, edhe duke bërë një analizë kështu edhe të eksperiencave të mia personale, duke munduar gjë një ta ban të përbashkët, sa është e vërtet kjo që sapo thea ndikojnë, a ka disa karakteristika të përbashkëta që na bëjnë të dallojmë. Me thënë drejtën, po. Ti je dashkërenar, unë jam dash. Susan Miller ende nuk ka nxjerr horoskopin për muajin nëntor, thonë atë ndje, po e presim. Dhe po e mendoja, është e vërtet apo s'është e vërtet, duke u bazuar sigurisht te eksperiencat e mia personale. Mendoj që ka disa karakteristika të përbashkëta, megjithatë seksualiteti vjen si rezultat i përjetimeve tona personale, i traditës, i kulturës, i perceptimi që ne kemi për veten, për botën, i vendit ku ne jetojmë. Pra mendon që një grua është në Arabi Saudite për shembull. Është rezultati i përjetimeve tona personale dhe jo gjithmonë patjetër një Scorpio është pasionant në krevate dhe të gjithë Scorpio do jenë pasionant. Pra, unë mendoj sikurse në jetën e përditshme, sikurse në pjesë të tjera të karakterit dhe të individualitetit të secilit prej nesh, ne kemi disa tipare të përbashkëta, për shembull dashi është energjik, do të jetë pak gjithmonë në qendër të vëmendjes, është pak polemik, është dominues. Unë i gjej këto karakteristikat e disa dasha të tjerë, po jo të gjitha. Pra mendoj që ndikojnë, ndoshta pak, disa jo shumë. Po seksualiteti është aq personal edhe është rezultati i përjetimeve, i jetës që ne kemi pasur, i edukimit që kemi marrë, i modeleve që kemi pasur në fëmijërinë tonë, i vendit, i shoqërisë ku jetojmë. Nuk mendoj që horoskopi apo ndikimi i horoskopit është kaq i fortë tek ana seksuale. Natën e Halloweenit ishte hëna e plot. Nuk mendon se mund të ketë ndikuar pak për shembull atë natë për të gjithë që kaluan një natë romantike në krevat. Hëna e plot ndikon, po nuk ndikon te të gjitha shenjat, varet nga si janë të vendosur ato planetet e tjerë. Për shembull këtë weekend isha me një person që është i virgjëreshës edhe më tha, jam mohorni këtë weekend se është hëna e plot. Ti personalisht kë shenjë preferon më shumë? Kështu nga ana seksuale thua. Nga ana seksuale tani? Virgjëreshat. Si ka mundsi, çka ka virgjëreshat? Sepse virgjëreshat është taktike ndoshta. Jo, po, janë taktike, janë detajiste, edhe janë persona që kanë qejf ta përjetojnë seksualitetin edhe pak më ndryshe. Virgjëresha më duket si një shenjë që ke gjithmonë çfarë të zbulosh te virgjëresha dhe të surprizon. Për shembull Scorpio, që s'po më vjen mendje emri shqip, që është një shenjë shumë pasionante, akrepi, edhe në krevat ose është një shenjë shumë posesive edhe në dashuri. Po, jemi edhe në ndikimin. Nuk nga eksperiencat që kam pasur me Scorpio, nuk është që tani kam bërë seks me të gjitha shenjat e horoskopit, por që të ndajnë gjërat. Edhe nëse më duhet të rikujtohem, kur kam qenë 20 vjeç kam dalë me një Scorpio, po ishte xheloz, ishte person shumë i afeksionuar, por nuk është që ishte brillant për shembull nga ana seksuale. Ndërkohë që virgjëreshat, sipas eksperiencës time, janë shenja brillante nga ana seksuale. Janë edhe detajiste virgjëreshat. Edhe detajiste, po ndoshta për atë. Detaj bën diferencë. Edhe ndoshta nga që mendojnë shumë edhe e procesojnë mirë të gjithë, nuk e shohin vetëm aktin di per se, po çdo ngjarje që ndodh edhe paralojën, edhe përgatitjen për paralojën. Pra virgjëresha e përjeton seksualitetin apo aktin seksual në kompleksitet. Atëherë shenja më boring në këtë aspekt. Kush do është dukur? Demi. Wow. Nuk e prisja këtë. Di se Demi më duket sikur është një shenjë që është shumë e fiksuar me të pasurit. Është një shenjë me materie, me këmbë në tokë që bën për llogaritje dhe më duket sikur ka pak vend për kuriozitet, ka pak vend për ta lënë veten të lirë, ka pak vend për të eksploruar dhe eksperimentuar. Demi më duket shenja më boring. Mama më vjen vërtet mirë se sot në të gjithë emisionin Dashi është më e mira, mos harroni. Me
e bri. Dash është shenja parë, si mund mos jetë më e mira. Sa harroni. Do thosh dhe çdo dash. Sot kemi patur vetëm gra që kemi folur për Shumë këtë mirë. temë. Dhe Se burrat stepen. Por Nuk e ne di në çfarë fakt do ndodh. lexoj mesazhe që na kanë ardhur edhe nga djem, Edhe kështu nga që do ta djem. bëjmë interesante gjën, sepse mendimi i tyre duhet, sidomos te Sigurisht. Ndërkohë falenderojmë që ishim me ne. Faleminderit edhe juve. Live from Tirana.